Në Vlorë përgjatë muajve të fundit, ka patur një vëmendje të dedikuar për përmirësimin e sinjalistikës rrugore në tërësi, për të rritur sigurinë në qarkullimin rrugor dhe sigurisht me qëllim që të ketë më pak aksidente, në qytetin bregdetar ka nisur të vendosen tabela të reja të sinjalistikës rrugore. Tabela këto që ka nisur të vendosen të parat disa muaj më parë, por ato po shtohen dita ditës në qytet, duke patur si qëllim përmirësimin e sinjalistikës vertikale, kryesisht, por edhe asaj horizontale. Tabela të reja të sinjalistikës rrugore janë vendosur në disa prej segmenteve kryesore të qytetit, duke nisur nga aksi transballkanike në autostradën Levan-Vlorë, segmenti rrugor që lidh autostradën me transballkaniken në rrugën e Plazhit të Vjetër e të tjerë. Por tabelat të reja të sinjalistikës janë vendosur gjithashtu edhe në akset të cilësuara si dytësore, ato të cilat lidhin akset kryesore me blloqet e banimit. Një vëmendje e dedikuar i është kushtuar edhe vendosjes të tabelave rrugore në brendësi të blloqeve të banimit, si 1 maj, 24 maj, bashkimi apo kushtrimi. Tabela informuese këto të cilat në segmentet rrugore tregojnë shpejtësinë e lejuar të qarkullimit të automjeteve. Gjithashtu, ka tabela vertikale sinjalizuese edhe pranë rreth rrotullimeve, të cilat të tregojnë se duhet të ngadalësosh shpejtësinë pasi po vjen një rreth rrotullim, si dhe ato që sinjalizojnë për vijat e bardha. Të shumta në numër janë edhe tabelat rrugore vertikale, të cilat të tregojnë drejtimin nga se duhet të shkosh. Jo vetëm kaq, por në shumë segmente rrugore apo blloqe të banimit janë vendosur edhe tabela informuese me emrat e rrugëve apo lagjeve të qytetit, si dhe ato tabela që tregojnë emrat të segmenteve rrugore apo qytete, që këto të fundit i lidhin mes tyre për të informuar drejtuesit e mjeteve që të kalojnë në këto rrugë nëse duan të shkojnë në këto destinacione. Në disa segmente rrugore janë vendosur edhe tabela të reja informuese që tregojnë tonazhin e lejuar të mjeteve që mund të kalojnë aty, apo edhe oraret e përcaktuara që këto mjete duhet të kalojnë në këto segmente rrugore. Krahas punës për vendosjen e sinjalistikës vertikale, një punë e rëndësishme është bërë edhe për vizimet, realizimin e sinjalistikës rrugore horizontale.